Kështu që testi I trajnerit Maran do të jetë në muaj shtator, 2 ndeshjet e para të shtatorit do të jenë ato ku ne mund të themi më shumë nëse ky trajner ka aftësinë që të kontrollojë grupin dhe të na bëjë të ndërrojmë për një tjetër pjesëmarrje në Europian, apo duhet të presim mbarojë edicioni i Ligës së Kombeve për të parë për një tjetër alternativë. Pra nuk është, mendoj, e shoh të parakohshme që ne të dalim në konkluzion pas një ndeshje miqësore që është e para, pas vetëm 3 ditësh punë dhe për më tepër, siç e tham, në fund të sezonit ku shumica e futbollistëve janë e them atë baterinë low, ai 5% që I fundit, do të pret ta stakojnë. Po, e vërtet. E tek edhe ti pak më parë në fakt Erion që pjesa e goditjeve të portës fakt mungoi shumë ditën e dieshme, pavarësisht gjitha elementeve që mund të kenë ndikuar. Çfarë nuk shkon ndoshta te sulmja? Ka një mundësi për të bërë më mirë tek sulmi jon, pra që kishte edhe nga goditjet standarde, pra nuk u përfitua asgjë. Po, në fakt dje na munguan ato pikat e referimit në sulm. Trajneri tentoi të bëjë diçka me Brojën që për hir të vërtetës prej shumë muajsh është jashtë forme. Në 3 muajt e fundit, 3 apo 4 muajt e fundit ka luajtur pak ose as pak në klubin e vet në Angli. Dhe kur vjen pas një periudhe të tillë, pauze të tillë, të mungon ritmi I ndeshjes, të mungon gjithçka, po themi, është e vështirë që ti të ndizesh në një miqësore dhe të bësh diferencën. Kështu që u pa qartë që Brojës I mungonte fusha atje, pavarësisht se nuk I mungoi dëshira në asnjë moment, u sakrifikua shumë, tentoi shpesh edhe nga krahët, nuk I mungoi dëshira dhe shpejtësia që I ka armët e veta më të forta. Mendoj që kemi shumë nevojë për një pikë referimi, qoftë Daku, qoftë Rejmanaj, pra një sulmues që luan me shpinë nga porta dhe bën spondën për pjesën tjetër të skuadrës. Kjo është ajo pjesa që Broja ka me bezdita, sepse është një sulmues që kërkon hapësira, kërkon shpejtësinë, nuk është një sulmues që vihet në dispozicion të pjesës tjetër.